edhe pse është vendosur para një kohe relativisht të shkurtër dhe ka një kosto të lartë. Megjithatë, e njëjta ka filluar që të shkatërrohet dhe t'i bien gjethet. Organizatat për mbrojtjen e ambientit kanë kritikuar autoritetet e komunës së Tetovës për mos mirëmbajtjen e myshqeve që kanë për qëllim pastrimin e ajrit. Kam kontaktuar me aktivistë organizatës Ecosfest, nga e cila është vënë ky installacion, dhe ata kanë thënë se gjatë muajve të kaluar ky installacion është ujitur rregullisht, por që gjatë javëve të fundit edhe përkundër 10 mesazheve nga ana e tyre, 10 porosive, qoftë përmes mesazheve në telefon apo emaileve apo telefonatave direkte, për ndonjë arsye ky installacion ka ngelur pa ujë dhe prandaj është tharë dhe është djegur. Nga ana tjetër, komuna e Tetovës tharjen e myshqeve në të quajturin City Tree e ka arsyetuar me temperaturat e larta. Përsa i përket tharjes së myshqeve, në konsultim me organizatën Ecosfest na është thënë që kjo ndodh për shkak të kohës që i duhet për ambientim kësaj strukture vertikale të myshqeve. Kemi porositur fidane të reja në pjesën ku bima është e tharë dhe shumë shpejt pritet të bëhet zëvendësimi. City Tree, i cili është i instaluar në pjesën qendrore të qytetit, paraqet një strukturë vertikale të myshqeve të cilët bëjnë thithjen e pluhurit dhe kanë aftësinë e neutralizimit të 240 ton dioksid karbonit në vit. Ky instalim i gjelbër kompenson ndotjen e 417 automjeteve në nivel vjetor dhe ka të njëjtin efekt si 275 drunj. Instalimi për pastrim të ajrit është vendosur 3 muaj më parë nga komuna e Tetovës në bashkëpunim me organizatën Ecosfest dhe ambasadën e Gjermanisë, ndërsa ka kushtuar mbi 20.000 euro.